Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë të mbarë dhe curi të mrekullueshme kudo që të ndodheni. Një përshëndetje nga studio e RTS Shkodrës, e cila sot, ashtu si shumë ditë të tjera, është mjaft entuziaste, sepse pret njerëz që në historinë e tyre, në ecurinë e tyre, në emocionet që i falin ditëve të tyre, shkruajnë një emrin e tyre. Ato janë fëmijë. Por kjo histori që shkruhet ditë pas dite në jetën e tyre, nuk është që mund të harrohet, përkundrazi. Ato janë kampion të shahut. Vetëm pak ditë më parë, Qendra Kulturore e Fëmijëve, Kujtim Alia, në bashkëpunim me shkollat të qytetit, të mbështetur nga Bashkia e Shkodrës dhe zyra vendore e arsimit parauniversitar, organizuan në mjediset e kësaj qendre kampionatin e shahut për shkollat 9-vjeçare. Sporti i mendjes, natyrisht ftoi në tavolinat e fushbetejës mjaft shahist, të vegjël, të moshave të ndryshme, që garuan me njëri tjetrin, që falen emocione gjatë atyre kohëve në të cilat u zhvilluan takimet, dhe që natyrisht triumfuan me betejën e tyre në atë fush me 4 orë. I përshëndesim të gjithë pjesëmarrësit, po sot unë kam ftuar disa prej tyre që janë fitues të kupave. Natyrisht kjo studio mund të ishte shumë e madhe dhe mund të kishte ftuar edhe fëmijë të tjerë, por këto janë mundësitë tona dhe unë besoj se nëpërmjet kësaj bisede do t'i përshëndesim dhe do t'i japim mesazh të gjithëve. Me mua sot në studio është trajneri i palodhur, zotni Bernard Leka. Mirëmëngjes, zotni Bernard. Mirëmëngjes, zonja Merita. Falenderoj RTS Shkodrën për këtë intervistë, këtë mundësi që na jepet, që të parasesim disa mendime për kampionatin e shahut, edhe në përgjithësi për shahun. Është shumë kënaqësi, është edhe detyrim. Ju keni ardhur së bashku me këto fëmijë që janë kampion. I mirënjohuri, megjithëse është i vogël, Henry Troshani është një kampion ballkanik, por një ndër sportistët më të mirë për 2022-shin në Shkodër. Mirëmëngjes Henry. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Përsëri kampion, a? Po. Shumë mirë. Këtu së bashku jemi me Noemi Markun. Përshëndetje Noemi, mirë se erdhe në studio. Është Stefani Kakia. Përshëndetje Stefani. Dy më të rritur është Arlind Shehu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Arlind, përfaqëson shkollën Ruzdidaca dhe është Rina Zaganjori. Erina. Përshëndetje, cilën shkollë përfaqëson? Përfaqësoj ABC në Kilezhën. Besoj se ka ngjallur entuziazëm në shkollën tënde, apo jo? Po. Ashtu si në shkollat të gjithëve. Profesor Bernardi, besoj se ishte një kampionat me një pjesëmarrje të madhe, apo jo? Patjetër, pjesëmarrja ishte e kënaqshme. Rreth 100 fëmijë mund të kenë këtë kampionat. Janë da në 8 ditë, gara zhvilluar për 8 ditë. Edhe 2 ditë e para kanë qenë gara kualifikuese. Edhe fëmijët janë dalë në 4 grupe. 4 grupe, vajza dhe djem, por dita parë ka pas ciklin e ulët, domethënë fillen nga klasa 5 e poshtë, kurse dita 2 ka pas fëmijët e moshave nga klasa 6 deri në klasën 9. Dita 3 ka qenë gara fituesave, janë fituese ditës parë, ditë 2, përsërit në grupet e tyre dhe kanë nxjerrë fituesa sipas kupave. Dhe këtu faktikisht duhet kishim 4 kupa, se janë 4 fitues të kupave, sipas grup moshave. Ashtë një vajzë që ka Noemi, nuk ishte kampioni për momentin, ishte e dyta, po që s'ka rëndësi, po kja ka fitu një vend tjetër, një garë tjetër më të rëndësishme. A zhvillu para disa ditë në Shkodër Festivali Shahut Qeskjubanit, që e edicioni 5, që e zhvillej Channel dhe Bor e mbështetur në prej bashkisë. Edhe Noemi aty më ka mujt një lojtar shumë fort, një kampionit Durrësit për vajza,
Aja bile kishte arë me marë kupën në Shkodër, me marë çmimin, por faktikisht Noemi ja prishte gjitha planet, që Emi po thuj se tërshirë ka fitu shahun, edhe më kënaqë shumë atë fitore. Prandaj sot e përshëndes edhe uroj për atë fitore shumë të rëndësishme që ka arrit matë vajzën Durçake. Është shumë e rëndësishme, profesor Bernardi, që këto fëmijë të merren me shah, me gjimnastikën e mendjes, edhe që në moshë të hershme, shumë të vogël apo jo? Mosha në shah nuk ka shumë e rëndësishme në kuptimin që sa më herë që të fillojnë, bile edhe para fillimit të shkollës, mendohet që të jepet shahu. Sepse mendohet, për shembull, nëse bëhet një lojë shahut, aty do të fillojnë me numërimi i vlera figurave, domethënë kjo figurë ka më shumë vlerë, kjo ka më pak, domethënë fitohet ideja e kohës, sepse shahun shumicën e rasteve luhet me kohë. A kohë caktuar, domethënë detyrimisht fëmia detyrohet mu angazhu për kohën, për mendimin, edhe për lojën e shahut përsëri mendohet edhe është e vërtetë, sepse fëmia do të jetë krejt në këtë moshë, krejt vogël, as i pamparë nga prindi, nga mësuesi, do të vendosin vetë, do të bëjnë planin vetë, sepse ka një kundërshtar përpara. Prandaj është shumë e rëndësishme krijohet ideja bashkëpunimit me tjetrin, sepse humbë lojën ose fitove, i jep dorën kundërshtarit, pra pranon humbjen, edhe fitoren kuptohet kënaqë kur fiton. Ja po ju drejtohemi tani fëmijëve. Henri është shumë i njohur sepse është kampion i Ballkanit dhe do desha të dija diçka si e ndjer gjatë këtij kampionati. Me posë emocion s'kam pas, në fakt. Je shumë i qetë. Pa. Je në klasën e gjithmonë si kampionat, s'është se kam emocione, vetëm kur shkaj kështu, kur kam shku në Turqi, kam pasifi emocione, se kam kënë shumë dritarë të forte. Pra, me gjitha të, ti e ruan qetësinë. Je në klasën e? Tret. Ka që i vogël dhe ke gjitha ato vite që merresh me shahun. Ja të kaloj mikrofonin tek Noemi, e cila është në shkollën Noemi dhe Stefania të dyja. Janë në shkollat, Stefania në shkollën Docmazi dhe Noemi në Korgjezu. Në çfarë klasash dhe në çfarë moshe dhe keni filluar shahun? Shahun e ka filluar që në moshën 7 vjeçe. Dhe? Dhe janë në klasë të 4. Të klasë të 4, ndërsa Stefania? Unë kam vazhdu shahun qyshe 5 vjeçe dhe tani në çfarë klase je? Tani jam në klasën e 3. Po si u afrove ti tek fusha e shahut? Ti ishe një fëmijë i vogël. Si e mësove shahun? Duke parë babin e Agjin duke luajtur, kam mësuar dhe unë. Çfarë të pëlqeu më shumë tek shahu? Më pëlqeu sepse është një sport i bukur. Dhe shahu është shumë i bukur, është sikur të punosh për diçka. Qëndroni gjatë tek fusha e shahut gjatë një dite për shembull? Shkoni çdo ditë, bëni stërvitje. Si bëhet një stërvitje në shah? Duhet të luash me dikë apo edhe vetë provon figura të ndryshme? Edhe vetë provon figura të ndryshme, por dhe të luash me të tjerë. Edhe të tjerë. Gjatë ditës, çdo ditë ju shkoni tek tavolina e shahut për të mësuar diçka të re apo si ndodh? Si ju shoqëron shahu gjatë ditëve tuaja? Po? Stefania, cila është ajo ecuria jote, Stefani? Çdo ditë stërvitesh në shah apo përpara kampionatit? Unë stërvitem çdo ditë me vllajën duke luajtur dhe çdo ditë mësoj diçka të re për shahun. Po ti, Noemi? Çdo ditë stërvitem me vllajën dhe me babin dhe përpara garës më shumë se ditëve të tjera. Ndërkohë le ti drejtohem. Unë në fakt shkaj për ditë te klub shahu, bëj disa ushtrime me mësuesin, edhe luaj, mësoj disa gjë, shumë gjëra të reja mësoj. Se bëj shumë ushtrime.
Po ti Henry je ndër sportistët më të mirë të vitit 2022 të Shkodrës. Dhe kjo të jep edhe detyrimin që gjithmonë të paraqitesh mirë, apo jo? Po. Mirë, ti drejtohemi Arlindit, i cili përfaqëson shkollën e vet. Si more pjesë në këtë kampionat Arlind? Mendimin e mësuesit, të cilën e përshëndes mësues Benin, ai më njoftoi që do të zhvillohet kampionati i shahut edhe unë u interesova shumë. Në çfarë klase je ti tani? Në klasë 9. Të klasë, besoj se ke kohë që merresh me shahun. Po, qysh në moshën 6 vjeç jam njoft me shahun nga babi, i cili lun shumë mirë shah, edhe nga gjyshi. Po mirë, ke marrë pjesë edhe herë të tjera në aktivitete me shahun, apo është hera e parë? Ka marrë pjesë edhe një herë, por kjo ishte hera e parë që dola fitus. Bravo. Si të duk ecuria në gjatë kampionatit këtyre ditëve? Ti ke konkuruar në ditën e dytë, apo ja? Po, edhe në ditën e parë kam konkurru, dhe me të thënë drejtën kishte nivele edhe të vështira, por kishte edhe disa nivele pak më të dobta, më shumë në ditën e parë. Po. Ndërkohë që sa ndeshje ke zhvillu? Gjithsej 5. 5 ndeshje. Po. Mbaron një ndeshje, fillon tjetrën, kështu ishte? Po. Dhe më thënë hedhet shorti edhe me këtë bin kemi unesh. Kur të ra shorti me një shok ose shoqe, çfarë ndjeve? U interesove me njëherë si i mblodhe forcat tuaja? Me një shok më ka ra shorti me Ersin Aruqin, edhe më erdhi pak keq në fakt, sepse do të kisha mujt shokun tem edhe nuk në vite mirë, por gjithsesi ajo është loj. Kjo është dhe aty është garë. Një sportiste e madhe më pa të thënë, kur hym në garë, unë nuk njoh asnjëri. Unë vetëm veten dua ta inkurajoj për të fituar. Në garë, njeriu është në garë, apo ja? Po mirë, pas ndeshjes, pas takimit, i dha dorën njëri tjetrit, sepse kështu tha dhe profesorin. Shkume edhe në shkollë dhe në fakt u gëzunen shumë në gjithë shkolla. Aqë shumë sa që madje dolën gjithë korridora dhe për ti qenë fitore. Emocionuese? Gjë e bukur. Rina ka historinë e vetë. Rina, ti je nxënëse në shkollën ABC Nikilezha, siç na the edhe më herët, por me shahun je njohur prej kohësh. Në çfarë klase je? Atëherë kam qenë klasë të parë, kur kam hap pasam bazat për me vazhdu edhe me lujt shah. Kush ka ndiku te ti? Atëherë për të unë, të luja jam e shahut ka ndiku babi, për arsye ka keni vetëm një person që lusha në shtëpi, edhe kisha interes për me ba lojna sa më çumta me te, gjatë që më jepte knatësi dita ditës. Të duk në fillim i vështirë, apo ishte shumë tërheqës për ty? Si të duk në fillim? Atëherë shahun, pra babi ma parlute me pjesëtarët e tjerë të shtëpisë, si për shembull vllain edhe mamin, edhe unë e kam mësu vetëm të nejtu pa. Ma vonë babi thajto... Ashtu si Stefania, kështu është. Pra, dal nga dal je afruar te... Po, ma vonë jem afru me shahun, gjatë që bani edhe pjesëmarrjen teme në kampionat shahut. Besoj se edhe ty ke histori takimesh gjatë ndeshjesh gjatë këtij kampionati. Si e ndjer? Atëherë, për çdo herë si thirrë një konkurrues për me konkurru me mu, emocionet janë të forta, po ashtu edhe janë edhe kënaqësi se njihesh e mësohesh me tjerë, po në fakt në lojë ka tjera ja vetëm miqësia, pa shef se tanë kanë qeftesh për me marrë një çmim, edhe me dal për tanë menojnë për me dal në fazën tjetër të lojës, gjatë që kur fitan bën mu një mirë edhe mu lehtësu. Çfarë ndjeve ti, domethënë që pas asaj sfide, ke menduar gjatë, ke pasur lëvizje të vështira? Po, kam pas edhe disa lëvizje vështira, sidomos me një 3 konkurrent, për arsye se ishin të fortë, edhe ishin barazim me thënë drejtën, barazim me pikët e mia, por ishin edhe ata për vend parë ose dytë. Por atëherë është edhe emocioni më i madh se kush merr çmimin e parë ose dytë. Dhe po megjithatë i triumfova. Po. Kjo dhe fal punës suaj të vazhdueshme. Profesor, besoj se juria që i ka ndjekur gjithë këto takime ka pa disa karakteristika të veçanta tek pjesëmarrësit, apo jo?
Faktikisht unë kam drejtu, po të mendimin e dy miqve të mi, edhe duhet të theksu që aty ai instruktori i sporteve pranë qendrës kulturore të fëmijëve, Agim Toshani që e përshëndes, shumë aktiv, e shumë i sakt, edhe punën të disa vite që janë, edhe për çdo vit i bëjmë edhe më të mira kampionatit. Ka më shumë pjesëmarrje. Më shumë pjesëmarrje, po edhe cilësia e kampionatit, drejtimi është pak më i sakt. Në kohë kisha një vajzë tjetër nimse, një Kismete Syka që më ndihmoi shumë, edhe kështu që nuk pata si probleme, sepse aja shorti u holl me kompjuter, gjithçka, bile punë një televizor të madh aty që paraqita edhe garën aty, po edhe një platformë shah ku fëmija mund mësojnë shahin, lidhen me botën, në mes shahut. Kështu që ishte disa pak më cilësor, ishte një hop pak më në se vitet tjera. Aty të qena punohet, ka shumë vite që kampionati i fëmijëve, ka 60 vjetë që i di unë që është kampionati që zhvillohet për çdo vit. Në është aktivitetet banë, qena kulturore, është saktë që çdo vit bën kampionat e shahut, edhe zakonisht bëhet në muajin shkurt, që aty fillojnë aktivitetet e qenës kulturore për gjitha llojet e sporteve. Edhe kënaqësi e madhe me pa fëmijët që luajnë shah, jo se janë gjithë të mirë, aty mundohem që t'i afrojmë të ekipet e vazhdimisë, që tesin përpara se kanë një të ardhme, ka dhe nivelet dopta aty, kuptohet atë. Po gjithsesi janë stimuluese, kur vjen aty, gjithmonë ideja ka kënë për çdo vit edhe më mirë, që po bëjmë, nuk kemi formë eliminimin. Domethënë fëmia ka ardhur ditë aty, zhvillojnë 3 lojna të paktën, ose 4 lojna, ai që bën 2 humja eliminohet. Domethënë e provojnë fëmijët deri në pikën e fundit, deri ku shkon që këtu e ke çakun, edhe o duhet përgatitesh ose me një ndeshje ne nuk të skualifikojmë. Kjo do të thotë që secili ka atë ndjeshmërinë e vet, kur e sheh që deri aty mbërrin, jep dorën, ndjek të tjerë. Kjo është edhe nxitja që ju jepni, një mesazh shumë i bukur. Ndoshta për mendimin që mos i shkpusim fëmijët, në një fëmijë kërkoshin mësuesë me sistem që të kalojnë fazën finale, fakt nuk e meritoshin tamam për me kanë fazë finale, hajtë se po i djerin fazë finale. Po në fazë finale përse i humshin, domethënë aq ishte merita, domethënë më ia dhon 100% atë vlerën personit, atestimin që ja bën të shahu, kaq meriton, nuk mund të shkosh më. Shumë dashamirësi, shumë mundësi për t'i dhënë të gjithëve atë dëshirën e tyre për të luajtur në fushën me 4 orë të shahut. Edhe fëmijëve i japi mundësinë që të çana kulturore, që drejtojnë që ai që do më ecë të shahu, për shkak mund të marrin mësime, më të avancume sa mund të merren në shtëpi faktikisht. Do marrin më profesionale. Ja të pyesim paksa edhe fëmijët që janë këtu. Henry është gjithsesi e vesh për të përgjigjur çdo pyetje. Apo jo? Henry ke grumbulluar në shtëpi shumë kupa, shumë pjesëmarrje. Për ty, si të duk ky, me qenë se ti je tashmë një sportist megjithse je në klasën e 3, je një sportist i njohur dhe i mirë njohur. Si të duk ky kampionat shahu për ty? Çfarë ishte për ty, domethënë, sa ka ndikuar në esurin tënde ky kampionat shahu? Shumë të thonë E ke vlerësuar për mirë ndeshjet që ke bën me shokët tuaj? Po. Ka qenë ndonjë ndeshje e vështirë? Një ndeshje pak ka qenë. Një ndeshje ka qenë e vështirë. Je menduar shumë. Sa zgjati ajo ndeshje? Ja, nëse ndeshje nuk është se jam menduar shumë. Paktën moshta 1 minutë mund të kemë ose 2 minuta, jo më gjatë. Po mirë, dhe pastaj ke dalë fitues me një herë, apo keni pas disa lëvizje kështu derisa ke mbërritë tek fitoria? Ja, nuk quhet leja fitume kur e ke fituar, po duhet më bëj më deri në fund. Më deri në fund. Po. Ti zgjate për ta bërë më deri në fund? Po. Pak, Po, mirë. Ja të pyesim pak Noemi. Noemi ka marrë pjesë në një garë tjetër, po edhe ajo është fituese.
Më trego pak si u përballën me konkurrenten e cila kishte ardhur edhe ajo për të fituar, sepse jeta gjithmonë është një garë, ke shumë sy të bukur. Edhe si ishte ndeshja, takimi që ti zhvillove? Ishte shumë e fortë konkurrentja që kisha. Po aja loja që kisha bë me te ishte me kohë, edhe aja nuk u menote shumë, edhe i marraj koha edhe unë fitova. Koha ta dha ty fitoren. Kishte një entuziazëm patjetër që dole fituese me një konkurrent aq të fortë. Po, Kë kishe pranë? babin, ai gjithmonë është afër me mua që të më mbështes sa herë që unë duesha. Po mirë, cili është ai gur i shahut që ty të pëlqen më shumë? Mbretëresha. Mbretëresha. Po për ty Stefania? Mbretëresha. Mbretëresha, dëshiron të jesh një mbretëresh në jetën tënde, patjetër, e në atë fushë të shahut të mbretërosh apo jo? Po ai që nuk e ke as pak qef. Është oficeri. Oficeri? Po. Edhe për mua. Po për ty Henry? Vjen do të lumë vetëm i 4 mëriti. Pra, gjithsesi, edhe gjatë takimit ju keni një fantazi shumë të bukur dhe një qasje shumë të veçantë, apo jo? Të më tregoj historinë e vetë Arlindi. Unë si që thash, kam fillu shaqysh në moshën 6 vjeqe, dhe më kanë ndihmu gjyshi edhe babi. Në kampionat shahut thash edhe më përpar që ka pas edhe nivelet vështira dhe më të dobta. Por ma shumë ka pas nivelet vështira dhe mu ma shdash shumë për më manu, mund të ketë shku në lojë edhe gjysoret. Po shumë mirë. Ndërkohë që dëshiron ta vazhdosh të je në klasën e 9, dëshiron ta vazhdosh aktivitetin me shahun. Po, normal që du, dëshiroj. Po mirë, stërvitesh me ndonjë trajner të veçantë? Po, ma shumë fundjavave, por edhe ditë të tjera të javës, ma shumë fundjavave për arsye se kam shumë ngarkesë në klasë 9 edhe... Kuptoj. Të uroj shumë sukses, ndërkohë që le të kalojmë përsëri tek Rina, e cila është në klasën e 9 edhe Rina. Ti Rina, përsëri ke dëshirën që shahu të jetë përsëri shoqëruesi jot? Pse jo, shahu është një lojë zbavice e bukur, po ashtu është edhe një lojë që rrit edhe aftësinet me numit e arsyetumit edhe shumë fusha tjera tjetës. Jo vetëm të një, për mu përqënu për shembull vetëm të shahu ose vetëm të një diqa. Shahu edhe loja shahut është një pasion e cila mu më pëlqen, edhe më pëlqen për mu marrë me te. Me qenë se jeni fëmijë dhe mundësit për të marrë me shumë gjana gjatë ditës, natyrisht shkolla, mësimet, shahu kam mendimin se e motivon shumë profesor, motivon shumë fëmijën për të drejtuar një produktivitetit të vlerëshëm, sepse sot teknologjia ka zë shumë vend dhe ndoshta edhe një humbje kohe nga njëherë, apo ja? Faktikisht shahu dën kohën, me thënë drejtën, kohë dën kohë për përgatitje, dën kohë për lojën e për gjitha. Ka një diçka shahu specifik tjetër. Për e mend që konkretisht nuk ka ndoshta normalisht në i gjanë për produktivitet, që më thonë, kuptim drejt për drejt. Po ka diçka tjetër, sepse kur del një fushë tjetër për shembull, unë kam vënë se shahistat janë shumë më suksesshëm, sepse a mësu mënyrët menumenit për kohën, për racionimin e kohës, gjithmonë mendimi është më i thellë, të vlen për jetën e përditshme. Kemë mësu shahu komplet është një lojë, loja është kur kem punën në kur del në jetën praktike e të përditshme, shahistat janë gjithmonë më të suksesshëm. Profesor, do t'i përfshini në rrethet apo është dëshira e fëmijëve për të përfshirë në rrethet e shahut, sepse ai funksionon dhe ju e drejtoni prej shumë vitesh? Faktikisht është dëshira ndoshta për momentin ndoshta e shoh se nuk ka shumë e madhe për vazhdimin e shahut, se e quajnë si kohë të humbur. Po janë disa favore tjera, se shputesh nga celulari, shputesh nga një jetë
sedentare, ku di që jetë e përditshme, takohesh me shokë, kënaqesh me kuptimin të shahu. Unë për shembull këtu kam heni kuptohet që është në zonën im, edhe kja Noemi ka të shtivon. Arlini që ka fitu e kam pas 2-3 vjetë të qenë kulturore. E din vetë. Kurse Erina jam s'kam su në shpi, po faktisht Erina a disa vjetë kampione e kampionatet të shahat tu. A shumë e njoftun. Shumë e njoftun. Kurse Stefania është për herë të parë më që merr pjesë, është në klasë 5. Asaj mund t'i afroj, a mund t'afrohet të shahu, sepse ka të dhëna, se çdo kush nuk mund të bëhet shahis. Më bani shumë përshtypje. Rina erdhi e shoqëruar edhe me mësuesin e saj. Ja t'ja japin mikrofonin. Stefania, më falni se e ngatrova. Si të kam mbështet shkolla, Stefani? Kur kam shku tek për herë të parë, kam mbështetur dhe më kanë dhënë shumë suksese. Dhe kur më kanë dhënë shumë suksese, unë jam djerë lumtur dhe kam shkuar deri në finale. Si u kanë prit në shkollë, Noemi? Në shkollë më kanë prit shumë mirë, edhe të gjithë kanë qenë shumë gëzum, edhe më kanë bërë më një më mirë. Henry, Janë janë mësuar me sukseset tuja. Janë mësu... Shumë janë kanë mirë prit, po se du mos mësus jam kanë mbështet shumë e tonë ato mungesa që kanë bë. Se ma shumë mungesa kanë bë vetëm për arsye shahu. Tashti, ju keni fituar këto kupa, keni marrë këto diploma, shumë të bukura të cilat natyrisht do t'i ruani në një kujtim të paharruar të këtyre ditëve. Nuk harrohen, a? Jo. Janë emocione të bukura. Si mendoni që të përfshiheni në aktivitetet të tjera? Profesor, ka aktivitetet të tjera përveç këtij kampionati, në mënyrë që këto fëmijë të jenë gjithmonë të motivuar, ashtu siç thonë, luaj me prindërit, me motrat, me vëllezrit, do të ketë më shumë ose aktivitete ka, edhe bile aktivitete shahu ka bajagi shumë. E kam fjalën në rang kombëtar, po edhe në kombëtar. Mi këtë moment që flasim për shumë një grup shahistash, po jo nga Shkoda, nga Tirana, nga Durrësi, nga Saranda, janë në Bosnjë, në Konjic të Bosnjës, e përshëndoj një kampionat shahut që është një kupë, edhe kanë shku të organizuar, edhe gara ka, shumë mas sot një muaj fiks fillan kampionati i trive, kampionati kombëtar. Edhe nuk e di sa vetë nga Shkoda të marrin pjesë, varet se sa jetë mbështetje, se duhet mbështetje financiare faktikisht. E shikojmë se si mund të marrin pjesë. Për këto mosha mund të marrin pjesë? Po atjetër, kanë rrugë të hapa, çdo moshë. Çdo janë me grup mosha, fillon mosha 8 vjeç, 10, 12, 14, janë me grup mosha 16 deri në 18, janë 6 grup mosha, vajza dhe djem. Secila ka kupën, ka vlerësimin. Pra ka gara kombëtare dhe ndërkombëtare. Në kombëtare sot bile, mund të them si mjet në Shqipëri kemi një garë në kombëtare shumë të bukur, shumë të fuqishme, është muajin maj, me 12 maj fillon, është në Durrës, është kampionati evropian i shkollave. Domthon mund të vinë 1000 fëmijë aty nga gjithë Europa. Me datën 12 maj është një mundësi që ju të merrni pjesë. Besoj se ndoshta e keni ditur, ndoshta po e përsërisim, po gjithsesi ju jep dëshirë për të marrë pjesë në këto gara. Si mendoni, mund të merrni apo? Po. Keni dëshira? Po. Mund të përgatiteni, Stefani? Po, mund të përgatitim edhe më shumë se që jemi përgatitur dhe ndoshta më të fitojmë edhe një kupë tjetër. Sa gja e bukur. Pra dëshira është e rëndësishme që të jepet mundësia këtyre fëmijëve. Ka ambicje patjetër, Henry. Unë kam dëshirë, po puna a lyje që mirë sa në ata të tërshë puna. Se qef kanë tonë. Qef kanë tonë, po duhet të gjithë më pregatit shumë mirë. Arlindi dhe Rina që janë në klasën e 9, kanë edhe provimet, nuk e di, mund të jetë një motiv i bukur për të marrë pjesë në gara të tjera? Po, mund të jetë. Mund të jetë shumë motivi i bukur dhe dëshirë kam shumë, por nuk e di. Pse jo, kishte me ke një eksperiencë e bukur e lezetshme.
Edhe pse jam klas 9 edhe testet e provime dihet se janë qumta, prap kisha marrë pjesë. Profesor, besoj se duhet vetëm mundësia për t'i dhënë mundësi këtyre fëmijëve. Duhet një mbështetje që ata të mbështeten edhe financiarisht, apo ja? Po tjetër, duhet nështë mbështetja financiare mund tjetë kryesorja. Bile janë, po tham, dy gjana që kishen me t'i tham. Mbështetja financiare është kryesorja, duhet jetë dëshirë, duhet jetë aftësia, janë shumë gjana. Po nga herë edhe mbështetja morale ka efektin e vetë. Ka një Se rëndësi vetë kja të pjesëmarrje që jemi këtu, është mbështetje e morale për ta fëmijë edhe për shoqën përgjithësi. Të shuni pyeta fëmijët një nga një afërsisht çfarë mbështetje ju ka dhënë shkolla. Edhe faktikisht gjithë më thonë që i kanë mirë prit, nxënësat i kanë mirë prit të gjithë. Për që veri vjen keq, për shumë herë kampion ballkanik, për shembull. Ka do kampion ballkanik. Allah nuk ka dalë para shkollës që t'i thonë urimet, t'i thonë gjithë shkolla, edhe ta marrin vesh njerëzit nga burime krejt tjera, nga burimet tuja, të zojës Merita këtu, nga burimet televizionit, Top Channel, kemi dalë në 4 programe, e ky Allah nuk ka dalë para shkollës ti që ta lëvdojnë fëmija. Këtë quj para shumë minus. Se të pangin ketë një nëzitje, morale, s'ke materiale, po morale, a ketë e mushme. E vërtet. Pra, disa shkolla e bëjnë, disa jo. Pikesh pra, dhe ma asim punë mas vlerësimit. Më duke si fyse për shohën përgjësi, për personin, nuk është problem personi, a problem, ka rritë këtë pozicionin, ti e në këtë pozicion punet, ti duhet të pasqyrosh fëmijën që ka rritë një rezultat. Sa është a plus i madhe për shkollën, edhe për fëmijë tjerë që të nxiten, që të merren me sport. Të kesh një kampion Ballkani, do të thotë ta kesh fotografinë për shumë gjatë në shkollë. Apo jo, aty me lule, me lavdrime, me drita të kuqe edhe të bukura, apo jo? Mirë, unë besoj që ecuria juaj do të jetë e shkëlqyer, sepse jeni shumë të motivuar, që do të thotë keni një interes shumë të madh për shahun dhe pikërisht pjesëmarrja në një kampionat shahu e nxit dëshirën për të marrë akoma më tepër dhe për të arritur rezultate dhe nivele gjithnjë më të larta. Këto ju a japin pjesëmarrjet. Pjesëmarrjet janë shumë të rëndësishme. Unë dëshiroj t'ju jap një përshëndetje dhe një urim zemre, që të jeni gjithmonë në garë. Të jesh në garë do të thotë të kesh dëshirën dhe aftësinë për të fituar. Ju auroj këtë, profesor Bernardi, me shumë respekt dhe nderim. Ju përshëndes për pasionin, për dashurinë, për punën, për çdo gjë që e mbështjell aktivitetin tuaj. Më bëri përshtypje gjatë bisedës kur thatë ne i dha mundësi edhe atyre që nuk ishin tamam për finale, dhe deri kur ato e pan tamam veten, kjo do të thotë që mundësia të mos i mungoj fëmijëve, dhe kjo është një drejtë e tyre. Kjo është detyra jonë, e drejtuesave, mësuesave, që fëmijëve të japin maksimumin, të vlerësohen deri në mënyrë maksimale, mos i ngjelet hatri, mos ketë hatërmetje dhe mos ketë gjithësi barabartë. Një përshëndetje dhe një urim për qendrën kulturore të fëmijëve Kujtim Alia, e cila është vatra që mbledh fëmijë të moshave të ndryshme, të aktiviteteve të ndryshme, të prirjeve, të realizimeve të ndryshme. Nuk janë vetëm festivalet. Festivalet janë në skenë, por gara në shumë aspekte është e përditshme. Këto janë një pjesë e garave të përditshme. Ka dhe gara të tjera të cilat do të vinë këtu në Mirëmëngjes Shkodër. Unë ju uroj shumë bashkësi. Ju uroj ecuri të shkëlqyera, qofshi kampion gjithmonë, dhe këto kupa qofshin të panumërta në aktivitetin, në jetën tuaj, gjithmonë rezultate të bukura dhe ngjitje. Faleminderit personalisht zonjës Merita me këtë emision kaq të bukur, e për ftesën që na bani me këta fëmijë, që besoj se u kënaqem të gjithë. Edhe besoj edhe dëgjuesit e kanë dëgjuar, besoj kemi dhënë një kudi një. Përveç kënaqësisë, zotni Bernard, këtu është një detyrim.
Shumë Ashtu faleminderit. çdo njeri ka për fëmijët. Kjo është moshë e bukur, moshë të cilës Gjithçka për fëmijët mundoheni. shoqëria duhet i detyrohet. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Sukses që dhe për ju. mbarësi gjithmonë. Faleminderit.